Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar kryetari i Lëvizjes Djathtas 1912, zoti Angelet Alibej. Zoti Alibej, faleminderit shumë që jeni me ne. Zoti Alibej ka pasur disa zhvillime, sidomos politike në Shqipëri, kryesisht në Partinë Demokratike, por jo vetëm, por i referohemi Partisë Demokratike si një ish funksionar i saj, duke qenë se ka dhe zgjedhjet e brendshme. Si e komentoni ju ato? Po, nuk shoh ndonjë çudi në zhvillimet tek ajo parti që ka ngelur tashmë. Për mua nuk përbën fare çudi gjithë procesi i ashtu i quajtur i zgjedhjeve, më saktë procesi i përjashtimeve para zgjedhjeve, proces pagar, duket që është në një krizë të qartë legjitimimi. Krizë e cila nuk është se është shfaqur tani. Është një krizë e cila ka datuar së paku prej 4 apo 5 viteve tashmë. Që nga momenti kur asaj partie i ndodhi një ndryshim i madh, identitar madje. Nga një parti e cila synonte, duke ishte e tillë edhe në sytë e publikut, synonte të ishte alternative pushtetit, sfiduese e Partisë Socialiste, përfaqësuese e aspiratës më të lartë të shqiptarëve për demokraci, u shndrua në një parti të mbyllur, në një klub të mbyllur, ku interesi publiku la më janë dhe interesi personal për të mbrojtur thjesht dhe vetëm interesat dhe pozitat e atij që sot pretendon të jetë drejtuesi i saj, ka bërë që të futet realisht në një krizë legjitimimi. Nuk ka zgjedhje, nuk ka proces, nuk ka kauzë, ekziston thjesht dhe vetëm për të qenë e akomoduar si një zgjatim i pushtetit. Shpesh është deklaruar në publik që futet pa ndonjë teklif në marrëveshje me pushtetin, e për këtë arsye, këto ngjarjet e fundit, përjashtimet, largimet, mosbërja e një procesi zgjedhor, e me radhë, mos hapja ndaj publikut, janë një zhvillim i natyrshëm i një ish partie kthyer në një klub miq që shkon me shpejtësi drejt degradimit. Zoti Alibej, pse e quani një ish parti të kthyer në një klub miq? Nëse është e tillë, çfarë rrezikon e ardhmja? Po dallimin midis një partie politike dhe një klubi miq e bëjnë disa parametra, jo dimensionet. E bëjnë pikë së pari synimet që ajo ndjek. Një parti politike ndjek synimin për të influencuar në sistemin politik në vend. Apo ja, me mjetet që ka. Partia Demokratike, që prej momentit kur erdhi, uzurpua, a e bleu me vendim gjykate vulën dhe logon, këto pak rëndësi kanë tashmë, ka bërë të qartë që nuk synon më ndryshimin e skenës politike shqiptare. E thash pak më parë, po e them edhe tani. Prej kohësh, ajo parti ka ngritur flamurin e bardhë, atë të dorëzimit, për karshi interesit publik për ta larguar një orë më parë pushtetin e Edi Ramës. Shpesh e më shpesh, janë në të njëjtën gjatësi vale me Ramën, në raportin që kanë me drejtsinë, apo jo, e sulmojnë të dy. Në mënyrë sistematike, ka treguar që për interesat e tyre të vogla janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe çështje madhore siç është kodi zgjedhor. E dim tashmë. Aktualisht, në fakt, tani që po flasim, pavarësisht asaj se çfarë në publik shitet si një sjellje që ka kaluar nëpërmjet protestave, zhurmës, thirrjeve, uluritjeve që ndodhin në parlament, në fakt si një fasad, paralelisht janë të ulur me Edi Ramën.
për reformën territoriale, për reformën zgjedhore, me sa duket ndoshta edhe për reformën kushtetuese që janë të treja iniciativat e Edi Ramës. Pra, është një shtojc e Partisë Socialiste e Edi Ramës, sepse në çdo nevojë që Edi Rama ka, këta i shkojnë nga mbrapa. Dhe kështu pra kanë dorëzuar atë që është thelbësore, identitare në një parti. Aspiratën për të ndryshuar skenën politike. Së dyti, parametri dytë, pse është shndruar në një klub miq, në një parti politike. Po, shiheni, sot jemi pothuajse një vit larg zgjedhjeve vendore. E kuptueshme është që partitë e opozitës, çdo lloj partie e opozitës, të jetë në një aksion për të shtuar radhët e veta. Me antar, me simpatizant, me grupime të ndryshme, me lëvizje të shoqërisë civile, e me radhë. Po ndodh totalisht e kundërta. Janë duke përjashtuar antarët e tyre, funksionarët e tyre. Janë duke i dhënë sinjal publikut shqiptar që nuk kanë asnjë lloj dëshire që të zgjerohen, të zmadhohen, të forcohen, të bashkohen, të bëhen më të fortë apo jo. Dhe së treti që është edhe më e fortë se sa dy parametrat e tjerë, është larguar nga interesat primar të publikut shqiptar. Një parti politike garën e vet sigurisht e ka edhe me partitë e tjera, në pushtet apo në opozit. Po mbi të gjitha garën e ka me publikun. Çfarë do të thotë? Do të thotë që një parti politike përpiqet gjithmonë më tepër që të jetë në të njëjtën gjatësi vale me publikun, pra me votuesit. Çfarë interesash kanë sot votuesit shqiptar? Është e qartë. Duan të mbështesin drejtësinë, sepse drejtësia po godet pushtetin. Çfarë bën Partia Demokratike? Godet edhe kjo drejtësinë. E pra, mjaftojnë ka dhe më shumë parametra, mjaftojnë 3 parametra për të treguar që nuk përngjason më me një parti politike, por thjesht me një klub miq për të ruajtur komoditetin e tyre, ca janë në parlament, ca janë në enturazhin rreth partisë politike, drejtimit të Partisë Demokratike, janë akomoduar tashmë me faktin që janë në opozit, do të jenë gjithkohës në opozit, kanë vetëm një synim me sa duket që të mos lejojnë subjekte të tjera që t'i sfidojnë në opozitarizmin e tyre. Zotë Libeaj, pse Partia Demokratike ju thatë që në një mënyrë underground ndoshta është duke bashkëpunuar me Partinë Socialiste, pse nuk dëshiron që dhe të synojë rotacionin që gjithë demokratët dëshirojnë, demokratët e thjesht flas? Së pari, bashkëpunimi i tyre, pazaret e tyre, se bashkëpunimi është një fjalë që njihet në demokraci, por pazari është diçka tjetër. Pazaret e tyre me Edi Ramën nuk është se janë underground, nuk janë të fshehta, nuk janë okulte, janë të hapura. Dhe kjo e bën akoma dhe më të dhimbshme, po doni ju, situatën ku dergjet ajo parti tashme. Pyetja është e drejtë, përse? Sepse ka disa arsye, shkaku i parë është që kanë kuptuar që oferta e tyre politike, dhe ku them oferta e tyre politike, ajo ofertë mishërohet tek një individ, Sali Berisha. Oferta e tyre, Sali Berisha nuk është më i shitshëm tek publiku shqiptar. Pas 35 viteve, kryetar partie, president, kryeministër, 2 herë, secilën nga 2 postet, të shqiptarët nuk është më i shitshëm. Pra nuk sjell asnjë risi, nuk sjell asnjë të re, nuk e rrit simpatin, nuk e rrit mbështetjen, përkundrazi, e ul gjithmonë më tepër. E për këtë arsye ka filluar të mendoj këtë gjë. Të mbaj një parti në opozit, duke ditur që nuk vjen në pushtet, e ka sakrifikuar sakrificën, dhimbjet, situatën e vështirë ekonomike, familjare dhe publike të shqiptarëve, jo vetëm të demokratëve, thjesht dhe vetëm për të qenë aty, i lidhur
te politika, te karrigja e pushtetit, sepse edhe opozita është pushtet, duke eklipsuar, duke asfiksuar çfarëdo lloj mundësie tjetër që edhe demokratët vetë, po përtej demokratëve, edhe shqiptarët e pakënaqur me qeverisjen, të mund të organizohen, të koagulohen rreth një lëvizje tjetër jashtë asaj partie. Së dyti, Sali Berisha dhe jo vetëm Sali Berisha, po edhe një pjesë tjetër përfaqësuesisht lartë asaj partie, po budoni ju edhe në aspektin familjar Sali Berishës, ka një problem të qartë me drejtësinë, apo jo? Ka zgjedhur që mbrojtja më e mirë ndaj drejtësisë nuk është mbrojtja që bëhet me fakte, me prova, me argumenta në sallën e gjyqeve, por ka zgjedhur të bëjë mbrojtjen, në fakt, kundër sulmin, ta bëjë në rrafshin politik, që nuk është normale në një shoqëri perëndimore, në një shoqëri civile, në një demokraci. Betejë bëhet me drejtësinë bëhet në sallën e gjyqit. Kanë zgjedhur që ta bëjnë këtë betejë në rrafshin politik. Por që të bësh një betejë në rrafshin politik, të duhet edhe veladoni politik. Sali Berisha ka zgjedhur që të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Dhe shifeni si thot, sa herë që paraqitet në SPAK, në GKKO, thot gjithmonë që është një goditje jo ndaj individit Sali Berisha apo familjarëve të tij, por është një goditje ndaj liderit të opozitës. Pra kërkon që t'ja shes publikut si një persekutim të natyrës politike nëpërmjet drejtësisë. Janë këto arsyet se pse është shndruar dhe është degraduar në këtë situatë Partia Demokratike, duke hequr dorë nga çështja tjetër që është ajo e kërkimit të pushtetit, e sfidimit të mazhorancës, e proceseve zgjedhore të ndershme që shqiptarët të bëjnë rotacionin. Zot Ali Beaj, në Partinë Demokratike këto kohë janë publikuar dhe janë bërë publike dy nocione, përjashtimi dhe vetë përjashtimi. Sa i takon figurave të caktuara brenda kësaj force që kanë shprehur një lloj rebelizmi, nëse mund ta quajmë kështu. Më herët e njëjta gjë u ndërmor edhe ndaj teje, ju ndiheni i përjashtuar apo i vetë përjashtuar? Ta fillojmë nga kjo e fundit. Unë nuk jam përjashtuar. Unë e kam braktisur Partinë Demokratike. Ky është një dallim i madh. Do të jem korrekt me të vërtetën që ka ndodhur. Që nga momenti kur ajo parti ra në dorë, ju shit me vendim gjykate nga Edi Rama Sali Berishës, çështja e vulës, logos, e mbani mend vendimin në gjykatën e apelit. Aty përfundoi edhe përpjekja ime, dhe jo vetëm ime, por edhe disa kolegëve të mi, që ajo parti të mos shndrohej, të degradohej siç është sot, fatkeqësisht, por të shndrohej, të qëndronte, e të shndrohej pse jo, dhe në aspektin pozitiv, si një subjekt politik që vendos interesin publik të parin, interesin elektoral, pse jo, dhe jo interesin privat të atyre që e drejtojnë, që mban marrëdhënie të mira me ndërkombëtarët, që ka qenë historikisht një nga komponentët identitarë të Partisë Demokratike. Kujtoj këtu që është parti e krijuar nga amerikanët 1990, mbështetur në 91-shin dhe në 92-shin, ardhur për shtet në 92-shin prej amerikanëve, pra prej perëndimit. E për këtë arsye, largimi, distancimi nga këto çështje kaq të rëndësishme identitare të partisë më bën mua në atë kohë, thuhet 2 vite, 1 vit e ca, ndoshta 2 vite u bën tashmë, të mos e shoh më që të ngjasonte me Partinë Demokratike. Nuk është më ajo Partia Demokratike e dikurshme. Ajo parti e cila qëndronte vlerave euroatlantike, vlerave perëndimore, që i qëndronte çështjeve të së djathtës mbi të gjitha. Për herë gjithmonë më tepër është larguar nga konceptet e së djathtës, e konservatorizmit, e respektit ndaj individit, e respektit ndaj së drejtës së pronës, e respektit ndaj historisë së këtij populli. E për këtë arsye, unë jam larguar, e kam braktisur me dashje direkte.
Ndërkohë, ajo se çfarë ka ndodhur këto kohë me vetë përjashtime apo përjashtime, këtë konceptin e vetë përjashtimit, unë jam kaq në këtë moshë, kam një përvojë në lëmin e ligjit dhe të së drejtës, nuk e kam hasur dhe nuk do ta has askush si koncept logjik juridik vetë përjashtimi. Te koncepti i përjashtimit, ju thash edhe më sipër, po a them përsëri, nuk më çudit as pak, kreu e asaj partie ka vendosur të ruajë një parti gjithmonë më të rrudhur, por besnike, një tuf individësh, personazhesh që nuk janë politik, sepse askush nuk bluan politik prej tyre, por që i qëndrojnë gjithmonë gati atij sa herë ai të ndiejë rrezikun nga drejtësia apo nga diçka tjetër. E koncepti i përjashtimit tashmë është koncepti normal që ndodh në një pothuajse grupim që vepron si repart ushtarak ndaj çdo lloji rebelizmi që prish paksa atë status quo ku ka rënë kjo parti dhe ku ka rënë në fakt edhe skena politike shqiptare, jo vetëm PD-ja, po dhe PS-ja, jo vetëm Berisha, por edhe Rama. Ndaj është fakt e logjikshme që të ndodhin edhe këto koncepte. Do të shihni aty do të ketë vetë përjashtime, pa fakte, pa prova, do të ketë përjashtime me çka kam dëgjuar në media, edhe ata të përjashtuarit pretendojnë këtë gjë që askush si ka dëgjuar, asnjë provë s'ka ndaj tyre. Me sa duket nuk do të ketë më as garë për kreun e asaj partie, dikur kujtoj që edhe pse në mënyrë fasad, kur janë bërë dikur gara, kur ka qenë një kandidat, një nga kandidaturat ka qenë Sali Berisha, gjendej edhe një figurë, ta themi sa për të shitur diçka njerëzve që ka garë. Me sa duket kësaj radhë, as do të ketë një kandidatur alternative, do të jetë thjesht dhe vetëm një proces rutinor, ku ata njerëz pa punë që vinë vërdall asaj selie, thjesht dhe vetëm do bëjnë një lloj përzgjedhje për të vazhduar ta drejtohet partisë Sali Berisha. Zoti Libe, me datë 17 prill është një protestë e thirrur nga Partia Demokratike. Nga opsionet e mundshme, zoti Berisha ka thënë që mund të jetë edhe ngujimi i deputetëve ose greva e urisë së tyre. Çfarë do të prodhojnë protestat dhe është rruga e duhur sipas jush? I kam dëgjuar komentet që ka thënë Sali Berisha, në fakt nuk bërbëjnë asnjë lloj çudie, sepse janë po të njëjtat komente që ka thënë edhe më parë, pra në çdo lloj proteste që ka bërë, 5 apo 6 janë bërë deri tani. Këto historitë jo po do të ngujohen, jo po s'do të ngujohen, bëjnë çadra, jo po do të bëjnë protesta të dhunshme, nuk i thonë më asgjë askujt. Edhe sikur të ngujohen, edhe sikur unë besoj që nuk ka për të ndodhur, me aq sa që njoh dhe me aq sa që i analizoj, edhe sikur të ngujohen, përsëri nuk do të ketë impakt publik. Veprimet e një partie politike, protesta, interpelanca, komisione hetimore, bojkoti parlamentit, çadra në bulevard, po doni ju edhe ngujime apo grevurie, synojnë diçka. Të zgjojnë nervin e fjetur të publikut për një çështje shumë të rëndësishme që ka ndodhur ose po ndodh, në mënyrë që publiku të reagojë, mundësisht të reagojë në mbështetje të asaj partie që i ka ndërmarrë këto veprime. E pyetja e parë është, çka ka ndodhur në Shqipëri? Në Shqipëri prej 13 vitesh ka ndodhur fakti që ka ardhur në krye të qeverisjes një subjekt politik. Pasi as subjekt politik nuk do të quhet atë të Partisë Socialiste, dhe ajo është transformuar në mbretërimin e Ramës, e cili e ka bërë jetën e shqiptarëve gjithmonë më të keqe. Ekonominë gjithmonë edhe më rënd. Humbjen e shpresës gjithmonë edhe më të madhe. Largimet e shqiptarëve gjithmonë edhe më të mëdha. Demokracia vetë në fakt ka pësuar ulje dhe bjerrje dhe rënim. Shteti i së drejtës është ai i vetmi, kur them shteti i së drejtës, sistemi i drejtësisë, prokurorisë, në ishullin SPAK GKK,
ka njohur, është i vetmi që ka njohur një ndryshim për mirë, ndryshe nga gjithë sektorët e tjerë. E në këtë pikë, lëvizjet e grupimit të Sali Berishës, të deputetëve të tij apo dhe më gjerë se sa kaq, nuk sjellin më impakt për sa kohë që qëndrimet e këtij subjekti, e këtij individi janë totalisht të kithta në rastin më të mirë, të kundërta në rastin më të keq, me interesin e shqiptarëve. Shqiptarët duan një orë më parë, këtu a them me bindje, në pas perceptimit tim, duan një orë më parë që qeverisjen e Edi Ramës ta largojnë. Dy mënyra ka, nuk ka një të tretë. Mënyra e parë është me zgjedhje. Me zgjedhje ka pasur dhe ka një kontribut të madh Partia Demokratike, deputetët e Sali Berishës, që të mos bëhen një zgjatim i Edi Ramës me votën e tyre. Kanë treguar në 2024 që u bën zgjatimi i Edi Ramës, po tregojnë tani që janë përsëri një zgjatim i Edi Ramës për të bërë ai ç'të dojë me kodin zgjedhor, me procesin zgjedhor, me referendumin po të doni ju. Ndaj shqiptarët janë të bindur tashmë që kanë humbur çfarë lloj besimi që procesi zgjedhor, ku dhe Partia Demokratike ka pjesën e vet, kontributin e vet përkeqësues, të mund të ndryshojë. Mënyra tjetër është nëpërmjet drejtësisë. Këtë duan shqiptarët ta largojnë, madje mundësisht i shohin të korruptuarit, hajdutët i shohin burg. Normale, është njerëzore. Cili është qëndrimi që mban Sali Berisha ndaj drejtësisë e godet. Ndaj, ka ndodhur një distancim i madh, i fortë midis publikut shqiptar dhe partisë së Sali Berishës. E për këtë arsye çdo akt, çdo veprim Sali Berisha bën me të vetët, qoftë edhe ngujim nëse do jetë, sigurisht nuk do të ketë asnjë lloj impakti tek shqiptarët, tek publiku i gjerë, ndoshta mund të ketë një impakt tek mbështetësit e vet gjithmonë më të paktë, por tek publiku i gjerë, ai që voton, ai që ka forcën për të ndryshuar qeverinë, nuk do të ketë asnjë lloj impakti. Ndaj, edhe ajo që do të ndodhë në 17 prill, në qoftë thjesht një protest, ca fishek zjarre, ca molotov, bëhet thjesht dhe vetëm për të ruajtur autoritetin e padiskutueshëm të Sali Berishës brenda gardit të vet, për të eliminuar çfarëdo lloj hapësire për debate të brendshme, sepse, ju kuptoni, kur partia futet në një modus lupte fake, sigurisht nuk ka më kohë hapësirë për debate, për diskutime, për gara, për kandidat alternativ. Ndaj asnjë çudi s'ka për të ndodhur, do të jetë thjesht dhe vetëm një copy-paste e asaj se çfarë ka ndodhur në 5 apo 6 protestat e tjera. Dhe një pyetje të fundit, zoti Ali Beaj, para disa javësh kisha të ftuar dhe zotin Edmond Spaho dhe e pyeta a ju dhemb me ato që po shikoni aktualisht në Partinë Demokratike, e njëjta pyetje vlen edhe për ju. Jo, nuk më dhem. Nuk më dhem për disa arsye. Jo thjesht për kontributin që kam pasur atje. Atë kontribute kam dhënë me vullnet të lirë. Kam dashur pa e dhënë atë kontribut. Nuk jam as pak pishman, kam bërë maksimumin, si pothuajse rrallkush në atë parti. Jam përpjekur që veprimtaria apo kontributi im të çonte atë parti jo në një parti në letargji dhe në agoni siç është, të rimerte edhe një herë kuotat e dikushme, kur them kuotat e dikushme, atë se çfarë përfaqësonte kjo parti prej 10 e ca vite më parë, që ishte shpresa e shqiptarëve, ishte shenja antisistem mbas 45-50 viteve diktaturë, që të ishte partia që mbante frymën e modernitetit, të perëndimit, të civilizimit, të demokracisë, të elitave të shoqërisë shqiptare. Përsa kohë që nuk ja dola, bëra atë zgjedhje që unë thash pak më parë, po me sa duket, si çdo gjallës tjetër në këtë botë, si çdo proces në fakt
në këtë botë ku ka një lindje, ka një zhvillim, ka një kulm, pastaj ka një deklin, deri edhe në një përfundim, me sa duket edhe asaj partie i ka ardhur ky moment. Momenti që të mos jetë më, mos ekzistojë më si subjekt politik. Nuk më vjen keq edhe për një arsye tjetër, sepse e thash pak më parë, po e them edhe tani, kjo agonia e zgjatur, mbajtja me forcë në jetë, edhe nëpërmjet pazareve dhe marrëveshjeve jo të moralshme me pushtetin, në fakt ka dekurajuar, ta pranoj edhe këtë, ka dekurajuar edhe iniciativat të tjera jashtë PS-s e jashtë PD-s të marrin krah. Është koha, në 2025-26 e me radhë, është koha, si dhe kudo në botë, që dhe skena politike shqiptare të ndryshojë. Të ketë të tjera parti politike, ca të majta, ca të djathta, ca të qendrës, që anojnë nga e majta, ca të qendrës që anojnë nga e djathta, ca të qendrës e me radhë. Pra edhe skena politike e partive politike shqiptare duhet të ndryshojë, që ta mbyll vetëm në 2 vende, po vetëm në 2 vende, mbas 90-s, vazhdojnë të jenë po të njëjtët personazhe politike të vjetra. Një, në Shqipëri, Sali Berisha, Edi Rama, se dhe ky është i 90-s, në të drejtën, dhe tjetri është Rusia. Çdo vend tjetër i Europës lindore, Çeki, Poloni, Hungari, e me radhë, ato partit e post-komunizmit nuk ekzistojnë më, janë shndruar, kanë dalë subjekte tjera, parti të tjera, e me radhë, si majtës dhe djathtas, dhe vetëm në Rusi dhe në Shqipëri vazhdon të ruhet ende subjekte dhe personazhet politike të vjetra. E kuptoj Rusin, arrita kuptoj. Nuk e kuptoj Shqipërinë. Ndoshta ka ardhur koha, dhe unë besoj që ka ardhur koha, që edhe subjektet e vjetra politike, si që janë PS dhe PD, dhe personazhet që janë brenda tyre, të duhen larguar, dhe ky është një nga interesat dhe nevojat e mëdha të publikut shqiptar. Prandaj s'më vjen keq, sepse ka përfunduar ç'kishte si mision, tashmë po bëhet barr, do duhet hapësirë për të tjera subjekte dhe lëvizje. Qartë, zot Alibe, faleminderit shumë për prezencën tuaj edhe komentin tuaj, analizën tuaj. Ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë gjithë të mirat. Faleminderit shumë.